Çdo kush nga ju është bari i një kopeje të caktuar. Ruan diçka, ka diçka në kompetencë. Dhe në bazë të kësaj kompetence, dhe në bazë të kësaj përgjegjësie, do të jap llogari për Allahut të mëdhenuar. E kjo nuk nënkupton vetëm parat, pasurinë, por nënkupton gjithçka. Ta ruash pozitën, vendin e punës, ta kryesh si duhesh me ndërgjegje punën që ke marrë përsipër, rrogën që për të paguash, misionin që ke marrë përsipër, përgjegjësinë që e ke marrë, rolin që e ke marrë, detyrën që e ke marrë, premtimet që i ke dhënë. Gjitha këto duhet me qenë vend, me zbatu, me dëshmo për kushtim ka shi fjalës që e ke dhënë. Ku e gjejmë tërë këtë fuqi për me i bo gjitha këto? Ku e gjejmë inkurajimin? E ku tjetër pas tek adhurimin dhe Allahut Azhjal. Adhurimin dhe Allahut Azhjal na bën përgjegjës, nga se adhurimi tregon se dunia është kalimtare, ndërsa pas saj ka llogaritën për Allahut mëdhuar dhe për çdo të vogël të madhe kimë dhon llogari për Allahut Xhallahu ala. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Adhurimin dhe Allahut mëson që rregull jetën tonë të jetë ky ajet. E kush bën mirë sa një grimës, ka me e gjetë. Dhe kush bën keq sa një grimës, vallahi ka me e gjetë. Ka me gjetë tek Allahu Xhallahu ala. Ndoshta kamerat se kanë kap, ndoshta syt e njerëzve se kanë kap, ndoshta nuk është zën në vepër të keqe, ndoshta i ka shpëtu gjyqit, ndoshta i ka shpëtu drejtësisë, ka mundësi. Por si shpëton Allahu Xhallahu. Andaj këtë ndjenjë të përgjegjësisë dhe këtë mbikëqyrje të vazhdueshme të Allahut mbi neve e kultivon e mbjell si duhet adhurimin te Allahu Xhallahu ala.